Ja, njështë të mirë, kjo ishte darka jonë për sot. Trashje pule, po këto janë të hapura, e shequr kocka dhe janë mbështjellë me rozmarin, me erza, edhe lartë kanë, tu në Itali thonë pancet, po ka një fet mishderi të mbështjellë dhe nga lartë. I kam vendosur të gjitha në digan për t'i skuqur. Këto bera sonde që kam bërë dhe videon që i kam hedhur një shishe me birë. I kam skuqur mirë, pastaj i kam hedhur birën edhe kripën. U bën qatë hanje, vetëm që unë nuk hengra. Kam provuar vetëm një qik. Unë kam ngre një supë që o zoti madh, më vinte pak krip, vetëm me pak vajlija. Si janë të përgatitura. Tu më erdhi Eliana se ishte te komshia lartë që po loste me vajzën e sajta, kishin bërë dhe detyrat bashkë. Edhe këtu ishte që ke shqetësuar Eliana për shkollën se regjistruam në klasë të 6, se këtu bëhen deri në klasë 5, pastaj regjistrohen fëmia klasën e 6 të 7 edhe të 8 e bën në një vend tjetër. Edhe nuk donte se motra kishte shkruar për muzikë. Edhe ishte mërzitur. Këtu po i kthej që të skuqen mirë. I provoni se dalin shumë të mira. Dalin super. Ja këtu kur i kam hedhur birën. Bira i dha një shije, ja, si u bën, në fund fare. E shikoni si kanë dalë? Dhe këtu po i ndaj. Vajzave ju holla nga 2, kurse burrave, djalit e burrit i kam hedhur nga 3 copë, se ata normal janë burra dhe hanë më tepër. Kisha frikë se mos bëja pisë dhe nuk dija si të sistemoja atë digani. Ky është lengu i gjithë i mishit dhe i birrës, të themi. Edhe kjo ishte darka jonë, njerëz të mirë. Ju uroj një mbrëmje të bukur, natën e mirë, gjumë të ëmbël dhe mu glifshi mirë që të gjithë, edhe ju uroj gjithë të mirat. Ja, kjo është tavolina jonë, edhe kjo është supa ime, shikoni në qikë qatë diference.